Se mu ka shoku në luft, edhe ka qenë momenti që puna për cjell hala është i zhduken. Tani vajza më ka pas le masi mu ka vra shoku, kështu që ai momento i rënë shumë. Ke mendu prap me u martu? Ja, kur. Asnjëherë. Jo. Jo, më zemër, ma mirë miru fëmijën e tu se më shku më bë njerëk e dikuj. Ka pak cili është ai momenti më i vështirë që ai ke pas në jetë? O, hiq më shumë këtë pyetje se i kom dhënë që ta, se mu ka vra shoku në luft, edhe ka qenë momenti që puna për cjell hala është i zhduken. A, është i zhdukur? Po. Më thonë kjo është dhimbja më e madhe që... Tani vajza më ka pas le masi mu ka vra shoku, kështu që ai momento i rënë shumë. E kam një histori të rënë, për shë me bë. Më ka rrok kompasi mu që ashtu. Se ka qenë e vështirë me i rritë fëmijët, a ke pas dikën krahas që t'ka dalë? Vajze me qenë se pas ke pas? Kum pas, në ka një mu, tani unë kam qenë malisheve martuni, jem këtu në Suarek, në vend tem, kanë një muë. Mirë është, mirë kum kalu, duhet me thanë mirë. A ke mendu prap me u martu? Ja, kur. Asnjëherë. Jo. Jo, pse kum pas djalin e një vjetë e gjysë, që kanë në barë, ka qenë po jo. Jo, më zemër, ma mirë miru fëmijën e tu se më shku më bë njerëk e dikuj. A, po më nën ashtu, a? Normal, A mundet me të bu njerë ka si non? shumë rrallë, shumë rrallë. Pse s'mundet mu bu njerë ka si non? Po së është se t'ka bo mas pare njerë, Mi po vetë titullën që e merë ashtu njerë, ai do të më konsideru si një lloj nane. po i zemën që t'ko nuk ka njerë që bëhet mirë, po më do këtë mua, se di. Se tash nonav nuk po në angojnë ka njerë, adin, kur po thu qështu jo mami qështu ma mirë, edhe a ki pa. Cilat janë ato fjalë që ty gjithmonë të kanë shty me vazhdu jetën përpara? Edhe ato fjalë të cilat kanë nalë që mos me gjetë një burr tjetër. Po rruga ma e mirë, mu ka dop që as kom menu mu martu kur hiq, edhe kur kom një që o myt, as kërkush së më ka pyet, a dush mu martu ajo, sepse o di që jo, se kanë 7 zanë vajzën, edhe tani 2 fëmi ku me lanë fëmijën gjyna, për që ta fëmi po martohet njeri. Fëmijë me vetës, fëmijë që këshirë? Jo, ma i kush... A sa ke besu kërkujt? Jo, s'kom pas që më martu, se kom pas burin e mirë, kem kalu mirë. Edhe, ala i shduken, që shki më martu ti, me bë më gjetë pa hiri, tani, jo, zemë, qëfar. Cilat, tregën ato fjalë, cilat janë që të kanë shty me vazhdu jetën përpara? Që si e dorëzu? Po, që të fjarë që i rriti fëmijën, bëhen nesër dikushe. Ato fjalë të burrit që t'i kalon gjithmonë kokë. Po, une ku marë Suarek, edhe ajta një o mytë, 2 ditë ku marë, nuk kemi minu që mytet, nuk kam fjarë diçka, veç jetën e di që e kum kalu mirë adin, ama momentin e fundit nuk e kum marë Suarek edhe se kum pa adin. S'kam qëllu ati une, kër jënë mytë. Po e thu që një dhe i vetëmi, apo? Nuk ka një dytë si aj. O, i zemë normal, se babi fëmive. Po fëmija, tregëna pak, si e përjetun? Kanë qenë vogël për masë Jo, kanë qenë vegjel shumë, i kom pas dëshorë që i kanë pas mine mdha, ju kanë kajtë mija shumë, e më thëshin mu të i të pakten e fëmija nuk po të kajnë, kupinim në fëmijën të kajtë, namazi po kajnë, unë e vegjel shumë djale 1 vjetë e gjysë, tani gradualisht u rritën, shka me pa. Faleminderit shumë për kohën që ndodhëm. Faleminderit edhe për juve. Me burrin jam nëftu të them drejtën mbas shoqënisë. Takimin e parë kena pas stacion të autobusave, 3 vjet më ka prit. Përmes që ngryja ti të sot. Po fatmirësisht kemi mirë kuptim mes vete. E kam shok burrin, se po ka raste që puni, tonat mirat ja bën burri, ama nuk është e kënaqur. Mos me prit ngrat burrit. Burri është normal domaçini i shtëpisë, i ka do obligime do përgjegjësi pak më shumë se na, po prap thom, mos prit pi burrit. Banoj pa barër. Se sa po je marrë? Që 13 vite. Si e njoftu me burrin? Me burrin jam nëftu të them drejtën mbas shoqënisë. Takimin e parë kena pas stacion të autobusave. Stacion, a? Pyetje e parë e dha sinjalin. Valla, une na femnat pak jena vëde se mojna kanon, nuk dojna me tregu vetën se qysh tek. Ai ka qenë i pari që ka tregu interesën për mu. E ti mas sa ku edhe vetën taj? Them drejtën mas 3 viteve. 3 viteve, 3 vjetë, qysh e ke shty 3 vjetë? E kom shty, me thonë se unë jam vajza e parë, dhe me thonë familje, edhe babin e kam laborant. I kemi 3 poliklinikat tona, që janë vitim, perizaj edhe në shtimje. Edhe tash të babin e kam sun qatë njërë, në ka thonë qatë edukat që nëse kemi diçka të re, për shembull në lidhje me djem, me njoftu para prakisht. Edhe unë njoftova, po më tha, del këshër, ama ki kujdes që po banë.
Do më thonë 3 vjetë, kemi pas një lloj kontakti si shoqënisht, mandej tana Ai pas ka prit, do me thonë 3 vite 3 vjetë më ka prit. për me qenë gruaja e tij sa. Po, Cili është momenti më i bukur që e ke pas? momenti më i bukur. Një, s'po them vetëm në raport me burrë. Kanë qenë gjitha veç momenti më i bukur është fëmijët që i kam, nuk po di cilin më ta cek mas pari. Kur jam banon, do të thonë qatë veç që jam martuve që jam banon, 13 vjetë mi ka djali ma. A të ka pak këtë raporte në burrë dhe gru? Si e keni? A keni xhelozia? Mendon që xhelozia tepërt është sëmundje? Po, xhelozia tepërt është sëmundje, se po edhe në momentin që s'ka xhelozia të për menim tam edhe s'ka kur gjë. Po fatmirësisht kemi mirë kuptim me zvete, e kam shok burrin, për gjithçka, domethënë konsultohemi me zveti, nuk është që marrim vendime, unë e mora një vendim për veti edhe ai për veti, ama shumicën e raste, por edhe gjithmonë si i diskutojmë gjonat, mandej e marrim një vendim së bashku. A ma shumë e pyeti ato ai ty, për me marrë leje për diçka? Vallaj, s'po di. Tham drejtën unë, sa gjithsesi apet ajo është burr, edhe normal na gratë jemi. S'moj me thonë që jemi në një rang, gjithmonë burrat janë pak më naltë. Do me thonë ti s'ka kënë matë mendimin e kom 50-50 të dy. Jo, nuk jam, se gjithmonë burri është burr, me një fjalë. Çka mendon pse po ndohen çika shumë? Cili është ai faktori? A shndru dashuria në interes apo tradhti? Dikon valla është shndruar shumë në interes. Se po ka raste që puni, tonat mirat ja bën burri, ama nuk është e kënaqur. Po s'di, për atë pjesë nuk di çka të them, se s'është që më ka ndodhur, as nuk e kam dashur interesin kur sa i përket pasunisë së burrit, as ai te unë për këtë punë nuk u konkor. Se di, për këtë fjalë, dashuri e pastër, është diçka e sinqertë edhe nuk di çfarë shtoj më shumë për këtë pikë. A mendon që femrat apo gratë duhet me majt vetën vetë, mos me prit në gratë burrit? Shumë e vërtet duhet me majt veten. Duhet me majt, pse jo? Mos me prit në gratë burrit. Mos me prit në gratë burrit. Burri është normal domethënë në shtëpisë, i ka do obligime dhe përgjegjësi pak më shumë se na, po prap thom, mos prit pi burrit. Bano e pa barër. Ti je shumë rëkojnë që ndohemi. Hesh nuk është problem. Kalofshit mirë. Unë edhe gjyshën e moj, ne më prend. 90 vjet i ka gjysha unë e kam. Mos më desh nusja, rrugën e vet, unë të jam s'ki çka. Por është nevojë. Problemet nuk t'i zgjidh, edhe as lumturi nuk ta shton. Nëse se ki shpirtin e mirë, se gjen veten lluksi tepër, çat pe binarve, mos e din kush edhe ka je. Dikush villon mos më njoft edhe njerëz tu, ka edhe njerëz të mirë, se për ndryshe na kill shkutu ka më te. Ti ke qenë paga mesatare me bu një jetë normale këto? Po, 1800, nëse punon vetëm një person, familje, në 1000 është pak. Nëse punojnë 2, e ma shumë, 700-800. Ti e ki këtë pagë? A t'ja vlen me punua jo? Aty dikon. Jo, nuk është që s'ja vlen, po nuk është e knaqme. Nuk është e knaqme, për kushtet, për shembull veç që the porzit politika, qeveria në ignetit, llogaritë e 3-4 viteve që ka hip çmimi i energjisë.